se ka folë për muzikë dhe angazhimet e tij, ka folë edhe pak për gjana personale që ju shumica për jush I dini. Përmëzërsisht po e shohem materialin e përgatitur. Është një nga artistët më të përfolur të hip-hop skenës shqiptare. Krijimtarinë e tij e ka të ndarë në dysh. Nacionalizmi dhe feja janë dy tematikat që trajtohen në këngët e tij. Kështu edhe ka arritur të jetë një nga figurat më kontroverse duke u bërë element dallues në rap skenën shqiptare. Është ky Goldezi. Reperi tregon se ndjen përgjithësi kur shkruan dhe interpreton këngët që ai krijon. Shumë përgjithësi e malla me kënu. Po marrë parasysh një dëshmorit apo ai nën kombit apo fejës. Këtë vjetë e kanë ato në lidhjen e veshë që nuk bën me gabu asnjëherë. Që të domethënë se nëse e bëjnë një standard signal ose e shoh diku dhe lloj dinse e bën apo marrë parasysh çka ato e kalon maleta se ti fjalë domethënë janë fjalë tua, se folti për fesh, diçka që nuk është ajo. Dhe shumë kundër të tjera me thonë shumë keq kuptim, kur një jetë mund të shumë kombë domethënë. Pastaj jo vetëm ato po për temat patriotike, se folë për një dëshmorë dhe folë diçka këtë jashtë asaj nga çka jetë folë, ose gjithë të dinat për shkaj të folë, ngjohë për para emocione apo në komë të përkohë, kështu që komë të mia ngjohën emocione, se ato që janë patriotike dhe ato fetare. Domethënë mua vetë pa më emocionuar dhe foku pa që shkojnë me diçka kime për veten, mua vetë pa më ndonë kjo çaj kapujë. Kështu që kur ndonë mua që e di që ndonë diku tjetër. Të jetën kemi lyp, ato që s'kemi pas, borë në vetvetja, kur më së dërëson, me që ato që e ki, munohu, lufto, punoj ditë të natë për një grim e një tru, dhe sa tjena gjam, I ftia që kur më... Muzika nuk është angazhimi I vetëm, që I vogël ai ka shfaqur interesim për fjalë kryqet. Më vonë përpëllimi I tyre u shndruar në punën e tij në bazë editore. Faktikisht klasa e tretë e dyta ka qenë kur ku shkruaj. Ata nuk u mbit shumë fjalë të reja dhe ka qenë gazeta koktejl enigmatik në Preshevë. Ja të thësha I mësh ato fjalë që është zgjidhje, gjithmonë është të thësha me zgjidhje, janë një këngëtare një fshat, pastaj ku është kanë qenë. Po gjithmonë ku bëhet çfarë besoj. Në ato ka qenë domethënë ai merr Shabani do shoku I babit që do të java lodh për shëndet. Edhe gjithmonë ka ushtruar që shkon ato historinë e shaktit që më ka kalluar gjithmonë la ku bëhet çfarë në klasën e shtatë domethënë që në kohën e mafiut në Pronjar do të isha kohë ditore. Ne kam qenë shumë I vogël pak në klasë shtatë. Që nuk më besoj që bëjnë në film ka pagu për para kurrë. Jo koditore, po shumë për njëti për kështë me ka pagu gazetë. Se për këtë shumë, se më nëshin qëpilije, ata nuk më bëhat të kompiterin, më thonë kohën e mocion, kështë që I bësh arish me dora dhe atë për ta vete ku më arritë ato kështë që ta që kam punë ditore. Edhe të ma shumë I kushtona muzikët, po ato nuk e kam atina që në shkalës. Kime pas, dorë më të vetja, kur më së dërzoh, me që ato që e ki, murohu, lufto, thuj që e donë, mos e le zemër me plos, të njetën kime lyp. Goldi është I veçantë edhe për tatuazhet që ka. Gjithsej ka 14 të tilla. Reperi nuk dallon ndonjërin prej tyre, me që konsideron se secila ka të me thënien e vet. Këto është përbajtjen e kohës domethënë për mua, se nuk më mund të tatuaj vetëm me thonë me lule apo diçka vali. Po që që mu të të radikoline me mu, çdo po më që gjatë për shevalia, algëja për të lashtë. Edhe së përmi më vëshua se në mos unë që kësha vëshuar që fotografia që e kam të me babi. Të dhe më kam qenë, kur kom lindë, që fotografia vetë që më ka pështu për të lukë, se në e kanë marrë krejtë, kur e kanë vjetë bandesën, kështë që kjo më ka pështu e vetë, që e kom gjenë dikone dhe kom bota tu. Kështë që këta nuk e kësha në rrumë asë kjo. A e vleni vjallë t'keqe me jathon, asaj që ta më dorë kur deshtë të më qumë kom. Producenti I artistit Andin Rando Brava tregon se Goldi është shumë I përshtatshëm në bashkëpunim. Vjetë kalon I shpejt, beson, si mos me kom, kjo dynja vesh një dhe të fjallë mirë pason, e bonë në vetë. Të koncert mirë më e letë në botë, për shumë, për të shumë edhe faktit që ma punën minimum që një 7 vjetë në se zgabaj. Dhe kërkesat e tina një kërkesa në përmëron që në të mëra edhe kërkesa që në bëjnë për cu thjesht unë në gjak e di qka ka qefaj. Kër e din qka ka qef dikush, din me që mua dhe bashkëpunimin në vëgjit të shtirë.
Dhe kitë njerëzit që pëndaj, mas këtë i pëndaj me godë. Kone të mundi shumë angazhime ka se përket kongëve të reja dhe bashkëpunime që ka ndohë kone të mundi. Po që që po prejtë me lojtë është viti kongët janë të mirë, është këmë bëjtë të mojë që unë përfundu gjinime. Mësej që ka me dojnë kongët të reja, në ka me dojnë të është në fillu në fund që shurë dhe të fillu të rikës. Kone shumë kongë që kanë nguat njerë, që ka me qenë rifi pra gume që të di ka shumë të reja që të bëjnë të bëjnë. Goldegji është njëri nga hipopartistët që provokon. Albumi i 7 pritet të shndrohet në fenomenin provokues të kësaj vere. Kur më së ndërso me që ato që e ki, munohu, lufto.